Përshëndetje, si je? Mirë, faleminderit shumë. Kam një pyetje. Po. Ti ke ra ndonjëherë në dashuri djali? Po, kam ra. Ke ra. Okej, atëherë unë jam shumë kurioze të shoh kurreshën time për këtë teorinë që thon psikologët. Që dashuria e parë për mashkull nuk harrohet kurrë, edhe nëse ti martohesh me dikë tjetër. Pra e ke aty thellë. A është e vërtetë si mendon ti? E vërtetë është se ke dashurinë që zgjat shumë kohë. I gjesh në kohë të shkurtër për mashkullin, po ti në kohë shumë të largë, për shumë si 1 vit, 2 vite. E kuptoj, po. Se unë e kam vetë këtë eksperiencë. Sa do të thënë ti 1-2 vite e ke pasur si gjë. 1 vit e gjys. Okej. Se përfundoja po nuk thuhet. Nuk thuhet. Gjithsesi unë uroj që dhe e besoj që ti do e gjesh prapë dashurinë. Faleminderit. Ndërkohë kam një pyetje tjetër. Po. Si mendon? Dashuria apo besimi? Kush është shtylla më kryesore e një marrëdhënieje? Të dyja. Të dyja, pra nuk ecë njëra pa tjetrën. Nuk ecë njëri pa tjetrin. Po mirë, nuk Dhe mendon. dashuria dhe besimi. Po nuk mendon se ka momente që ndoshta partneri na e thyen besimin, po zemra e do prapë. Po, unë besoj të dashuria prapë. Okej, atëherë padyshim që do e gjesh. Po, faleminderit shumë. Faleminderit ty. Faleminderit. Mirëpafshim.